Ne sot kemi dorëzuar një kallëzim penal kundër studia me kryeministit, sepse ajo është në detyrë që 1-2-3 vjet. Edhe kundër gjithë atyne që janë duke shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës. Faktikisht unë edhe në vitin 1998 e kum pas marrë Kushtetutën e Kashanikut, ja kum pas shkuën Likoftë aty, ne kum thonë se shkelni se çdo kemë organin më të lartë shtetënor. Ata e kanë pas shkel, po tash i kanë rrapë pishman. Kushdo që e shkel Kushtetutën e Republikës Kosovës, ka me rani ditë pishman. Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk është e jemja, nuk është as aty në kuvendit aty. Është e juaj e qytetarëve, është e Republikës Kosovës dhe duhet mbrojtë në gjitha mjetet. Dhe ata që e mbrojnë Kushtetutën e një cep të Kosovës dhe shkelin e një cep tjetër, nuk e kam për detyrë që me mbrojt atje me shkel këtu. E kam për detyrë cep me cep me mbrojt Kushtetutën edhe në kuvend dhe unë shoh tensione, prandaj kam marrë këtu me bo një kallëzim penal. Sepse tensionet do të rriten dhe do të jenë të rrezikshme për vendin e të ardhmen. Sepse një njeri që dëshiron me ka një farë diktatori, është rrezikshëm për vendin. Ne kemi thonë që jemi për koalicion edhe unë jam për koalicion. Sepse koalicionet ndërtohen duke pas besim, duke pas një bashkëpunim. Kë njerëz do bashkëpunim e kërkon, kë thot hajde bojna bashkëpunim, ndërsa në momentin e bashkëpunimit thot kimi ja bo çu shtamon. Bashkëpunimet nuk janë bashkë, veç çu thaj duhet të bashkë të tjerë. Unë e di që LDK nuk i ka votat me bo presidentin, po LDK ka dhënë kryeministin me 6 vota. Atëherë kur ka presidenti rregull. Ne nuk i përzihem prokurisë, çështjet e prokurisë ne kemi bë kallëzim. Por është kallëzimi, është me kallëzu dikujt diçka që dikush ka bënë vepër. Ne kemi kallëzu, domethënë, ata që bojnë, ata duhet të jetojnë të gjitha ktheret që mund ta ketë shkelur Kushtetutën e Republikës Kosovës. Unë jam i bindur që këtu nënën e kodit penal është shkelur dhe ai nën është detyra zyrtare, domethënë njerëzit i kanë detyra zyrtare, nëse e zbaton ose për veprime o mos veprime je përgjegjës. Unë si avokat i zotrit Gjeci, veç të tjera është ky kallëzim penal në aspektin profesional është intuar mbi bazë të fakteve dhe provave, para se gjitha që kemi një vendim të gjykatës supreme dhe cila jo ndalon deputetëve që në jetën kohë ta ushtrojnë postin e ekzekutivit. Pasi që kena parë që një vendim i ministrit e Kuran Murati ju është shfuqizuar dhe është shpallë e pavlefshme, tani bëjmë thirrje prokurisë speciale sepse me mandat edhe me ligjin mbi kompetencat e prokurisë, edhe prokuria ka të drejtën të vendosë mase e përkohshme. Dhe duke ditur se kjo çështje ka derivuar në gjykatë supreme dhe gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese ka dhënë disa variante të interpretimit të që ne duhet ta pranojmë sepse është vendim i formës së për gjithë aktorët politik është vendim i pakontestuar. Atëherë nuk është e arsyeshme që edhe një herë çështja të delegohet në gjykatë kushtetuese sepse do të ishte interpretim mbi interpretim. Andaj me këtë kallëzim penal ne kemi shpërfaqur edhe dukurinë e veprës penale të shpërblimit të detyrës zyrtare, pasi të njëjtën kohë sot deputetët që ushtrojnë në postet ministrore dhe marrin vendime dhe me këtë ata marrin 2 paga. Dhe me këtë po ke shpërdorur edhe paraja publike, edhe po cenohet ndarja e pushtetit sepse parlamenti dhe me ekzekutivin duhet t'i ndajnë kompetencat e tyre dhe tani kemi vendimin e gjykatës supreme që aktorët nuk po respektojnë dhe ky kallëzim penal besoj që prokuria do ta trajtojë me seriozitetin më profesional dhe do të vendosë në mënyrë imediate masën e përkohshme, sepse kërkojmë masë përkohshme që qeveria në detyrë të mos merr akte administrative, sepse në çdo ditë shkel dispozitat pozitive të vet. Shënjestër.net